I qikuj për zot. Juj, okej, unë shumë është. Ora, myti. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, siç e do zakoni. Falenderoj të gjithë ata që na ndiqin nga diaspora dhe sigurisht gjithë ata që jeni brenda Shqipërisë, mos mendoni se ju lë pas dore. Duhet falenderoj para se ta bëhet, duhet ju ftoj që ta bëni follow dhe subscribe në rrjetet tona sociale sepse na ndihmoni që të vjojmë të krijojmë content. Mos harroni që në Hoja Media kemi dhe produksionet e reja të Hoja Medias, që është me Luk në Brez, emisioni më i ri, prandaj nëse jeni kurioz, ndiqeni dhe jam i sigurt që do ta argëtoni dhe do ta shijoni. Por pos kësaj duhet të falenderoj. Ore, çka kam sot që janë artikulat aj? A Klajt, pse nuk artikuloj mirë, mos është lodhja vall. Rumbubu që ndodhet gjithmonë me ne, Argjendari Donaldo. Ku është Argjendari Donaldo? Klajt, e shikon që njeriu ja merre Klajt, merre ka të zezën aty. Ani nga me dreseja. Nuk është me drese. Argjendari Donaldo gjeni përballë qendrës Toptani, unë ndërkohë do marr një velo nikotin për besoj se merr një Po, e di çfarë, edhe kam pas shit nga këto. Ke pas shit, ë? Të gjitha e ke bërë mordial. Kam pas shit. Unë i marr ndonjëherë këto të velos vëlla se më ndihmojnë kështu me nikotinën, po, me varsinë. E kam varsinë me nikotinën se kam qenë ish duan pirës. Gjithë kanë varsi. Po tani do kemi. Po. Na një vesë kemi. Un kam kafen. Kafen ke? Po. Me pi shumë? Po mund pi minimumi 2-3 ditë, mos më shumë në i ditë që jam pa gjumë, ose kam shumë ngarkesë, 4 deri në 5 maksimum. Pi, e? Po. 5. Nuk e di pse më ndodh tani që nuk po prezantoj të ftuarit normalisht ata. Rumbubu, Argjendari Donaldo, sallamet tona me shije dhe përbërës mrekullueshëm, celular.ale e gjeni lehtësisht në të gjithë Tiranën sigurisht, por e gjeni lehtësisht edhe online. Dhe personi me të cilin sapo dialoguam nuk është askush më pak dhe askush më shumë se Erlin Ligaj, ose ndryshe e njohin si 17, 18, 19, 20 dhe 21 vjeçari tashmë Blackjack më i madh në Shqipëri. Mirë se erdhe, kënaqësi e madhe që të kam këtu. Mirë se të gjeta. Unë personalisht kam ndjekur në rrugtimin tënd. Në fillim kam thënë, kush është ky djali dhe pse është më i madhi? Në çfarë sensi e thot më i madhi në Shqipëri? Rrugës kam filluar të kuptoj që ai personazhi që ke ndërtuar nuk është një personazh i ndërtuar vetëm për të marrë fam, por është një personazh i ndërtuar edhe për të marrë të ardhura nga ky profesion, pra e ke perceptuar si një biznes të mirëfill të cilin po e konverton. Për surprizën time të jemi sinqert dhe jam shumë mund ta përdor fjalën, jam shumë krenar që një 21 vjeçar shqiptar nuk ankohet nga mëngjesi deri në darkë, këtu s'funksionon asgjë, këtu duhet tikësh natën, këtu duhet bësh njërin, këtu duhet bësh tjetrën, s'ka punë, sistemi e tjetra, por ke gjetë mundësitë me forcat e tua, duke qenë kreativ, duke zgjedhur mekanizmat e tu, që tashmë të jesh si përmarrës në disa gjëra. Po. Komplimente i dashur. Do të flasim për të gjitha këto. Shumë faleminderit. Të falenderoj edhe një herë që pranove ftesën, nuk e di, ti je një djalë që me sa kam informacion je shumë i shëndetshëm. Po, mundohesh të stërvitesh. Patjetër. Ke ndonjë vetëm kafen ke ves? Po kafen ves, po. Këto substancat e tjera, jo, fare. Nuk i kam provuar ndonjëherë në jetë, me thënë drejtën. Substancat e tjera jo? Fare, s'jam kurioz me i provu. Dukesh si tip që merr kreatin ti. Ja, po, atë kreatinën po, tani nuk jemi më natyral, jemi me... Ke marrë kreatinë? Tani kemi marrë kreatinë, jemi natyral. A has nga këto, se ti je goxha informuar. Has nga këto që thonë njerëzit kreatina protein? Gjithmonë do ekzistojnë. Ashtu, I kam has që 16 vjeç, edhe sot pas 5 vitesh prapë i has. Gjithmonë kanë për të ekzistuar. Nuk kanë për ta marrë njerëzit vesh kurrë, totalisht gjithë si grup, pjesën e suplementeve. Gjithmonë do ketë njerëz, jo vetëm te suplementet, por në çdo lloj fushë të jetës, nuk do i mbushet mendja për diçka. Ne, e vërtet. Po ti, Erlin, 16 vjeç ose 17 vjeç që nise që të bësh i famshëm, çfarë të shtyu që të dalësh në Instagram dhe në rrjetet sociale, në TikTok në fillim nëse zgaboj, edhe të fillosh me ato videot e tua kreative si të marrësh vëmendje. Ideja ishte tek palestra që fillova të kisha edhe progres, 15 vjeç deri në 16 pata një progres, sepse ju futa goxha me qef, unë e prisja që 10 vjeç që të filloja palestër, edhe kisha si ta them atë motivimin të grumbulluar 5 vite për brenda. Doje që 10 vjeç bëje stërvitje. Patjetër, madje trajnohesha edhe në shtëpi. Gjithë verën në moment që gjeja kohë të lirë nga shkolla që liroheshim në sezonin veror, trajnohesha në shtëpi me ato home workout që i gjenim nëpër telefona, shkarkoja ato aplikacionet
Edhe në moment që mu dha shansi të filloja palestrën direkt, në moment 5-6 herë në javë gjithë vitin, po studioja goxha edhe në YouTube çdo ditë se na zuri dhe koha e karantinës atëherë, dhe studioja goxha edhe në YouTube për pjesën e nutricionit, ushtrimet më të mira që ishin, sa kohë duhet trajnoheshim çdo gjë dhe mora goxha shtys. Pastaj në 16 vjeç thash pse mos të postoj dhe unë, si influencerat online që postonin jashtë shtetit. Sepse shikoja që seriozisht domethënë nuk kishte asnjë efekt anësor, të gjitha efektet ishin pozitive. Si pjesa e famës, si pjesa e trupit, si pjesa e të ardhurave, çdo influencer online jashtë shtetit, sidomos në Amerikë, që postonte rreth fitnessit, kishte shumë efekte pozitive. Okej. Edhe pjesa suplementeve. Normalisht 16 vjeç horizonti ishte që mundësisht paktën të kishim një përfitim për suplemente ose për veshje palestre ose për një palestër më të mirë, për një standard më të mirë. Clearing për produkt. Po, siç bëjnë influencerat e sotme, diskutohet patjetër. Dhe më pas çdo gjë mori rrjedhën me kohën mori rrjedh më shumë. U zgjerua çdo gjë, u hap edhe horizonti, siç ndodh me çdo njeri, jo vetëm me mua. E qartë, po. Ti besoj mund ta kesh pak idenë se si funksionon formati, ne nisim nga më pak djegse deri në shumë djegse, nuk e di si ke marrëdhëniet me djegset, e konsumon ndonjëherë ke qejf? Nuk e kam probleme thënë drejt, në teka skemi. Jo. Okej, deri më sot duhet të thënë që Klajti vetëm njëri që ka dalë, Stefi, nga vëllezërit Korçar, tjerët me dhunë ose pa dhunë e kanë çuar deri në fund. Unë e di që ti je se dërlli, mendoj se do ta çosh deri në fund sfidën, kështu që ta nisim direkt me të parën. Ja, lyejmë këtu nga pak. Sa duash lyeti? Po. Po. Po, mirë. Ja? Me pranueshme. E pranueshme. Po. A ke marrë kështu nga se ti normalisht zgjedh që të postosh në rrjetet sociale gjëra që do shkaktojnë reagim, që në fund ditësh të marrësh. Kam zgjedhur vetë me thënë. Po, patjetër duhet. Sa realisht është Erlini aty te ato videot që bën? Jeti aty apo është një pjesë? Duhet personazhi online dhe personazhi i jetës reale. Tani personazhi online unë mundohem ta përmirësoj gjatë gjithë kohës, më kupton? Gjithashtu varet edhe nga pjesa e fazës së jetës ku jemi. Qofse unë më përpara më interesonte të kisha shumë famë, një famë ballkanike, me thënë. Çdo kush që kuptonte shqip të më njifte, dilja dhe bëja gjëra nga më ekstremet. Tani që mu më intereson të më njohin më shumë audiencat të cilët mund të prekin gjërat që unë sot posedoj, unë e ruaj pak imazhin edhe atë online. Po që duhet me pas një personalitet tjetër online dhe një personalitet tjetër në jetë reale. Patjetër, duhet të jenë ndryshme. Ti je nga Tirana, ke lind në Tiranë? Po, në Tiranë kam lindur, po me origjinë jam nga Vlora. A, je vlonjat? Lika, në fakt. Nga Vlora, po. Lika, nga Vlora, e? Po, nga Vlora. Duhet kishte një del vlonjat, jo për gjitha. Me gjoksin të grop, me gropën të gjoksin. Në fakt ashtu është, në fakt, se është aq e madhe gropa se gjoksi është e gropa tek. Po, na herë ngatrohemi, kështu se jemi bërë tani jemi mësuar me këto ngatresat që ti bëjmë në për video që të vënë komente. Ngatrohemi dhe live, po. Pra, ti gjen mekanizma të ndryshëm, po themi, frymëzohesh kam përshtypjen edhe nga gjëra që i ndjek. Patjetër, po dhe përditësohemi pak, se ka gjëra që nuk funksionojnë më, që kishin funksionuar para 2 vitesh. Po qartë, ndryshon shumë shpejt ritmi. Sidomos algoritmi i rrjeteve sociale, patjetër. Ti sot sa ndjekës ke në... Unë në Instagram 70.000, ndërsa në TikTok-u i madhë mbyll se i kanë bërë këto rregulloret pak shumë të ashpërta. Sa ishte i vjetri? 150.000, tani me 15.000 jemi. E ke nis prapë nga fillimi, e? Po. Po si ndryshon ti që ke eksperiencë Instagrami nga TikTok? Instagrami është më një audiencë më të mirë, më të rritur, më pozitive, më me fuqi blerëse. Dhe gjithashtu biznesmen gjithkohë. Patjetër. Ndërsa TikTok-u, në qoftë se doni një famë më madhore, mund të shkoni në TikTok. Vjen më shpejt, ë? Po, patjetër. Shpërndahet më shpejt. Në TikTok akseson çdo kush, për mendimin tim, nga fëmijët më të vegjël deri te moshat e treta. Ndërsa Instagrami është diçka që edhe duhet të kesh një profil për të dhënë një koment, për të bërë një like, për të bërë një follow. Gjithë personat që janë në Instagram, zakonisht i kanë dhe profilet e ndërtuara, emër mbi emër, fotot. Ku kanë studiuar disa, qa moshe kanë të tjerët, ku jetojnë, ndërsa në TikTok shumica kanë edhe akses shfrenum me profile fake. S'është asgjë e kontrolluar, pra. Po, është më serioz Instagram, është më i mbledhur. Më i mbledhur. Po Facebook je? Po, edhe në Facebook e kam, me thënë drejtën. E kam lidhur me Instagramin bashkë edhe çfarë postoj në Instagram hidhet edhe andaj. Facebook është mosh më e rritur ka. Po, patjetër. Po që ideja është pse jo? Po, absolutisht. A të bezdis reagimin për shkakun që mund të kenë
njerëzit se në rrjetet sociale ka goxha gjuhë urrëtie. Po ç'net ju bone ti ç'a thot ti më. Besoj se duhet të kesh hasur shumë me këto. Të bezdis të ndalon të step të ka mërzitur një periudhë. Në çdo lloj kohe janë këto komente, po jam mësuar me thënë drejtën. Nuk e kam pas problem që në fillim. Ashtu, ëh? Po që në fillimet e mia që kam hedhur video nuk e kam pas problem këtë lloj komenti. Sepse ç'a hedh unë në rrjetet sociale është e menduar para se të hidhet dhe pritet ç'a do shkruhet. A ti e di se si do reagoj? Patjetër, nëse nesër pas nesër mu më publikojnë për shembull diçka pa të drejtën, pa dijenin time, për jetën time personale që unë nuk e shfaq edhe sot e kësaj dite, dhe fillojnë disa komente aty pa të drejtë, aty mbase mund të afektohen pa nga komentet. Për shembull, nga krau familjar ose nga jeta private që unë nuk i postoj në rrjetet sociale sot e 5 vite, dikush mund i postoj nesër pas nesër dhe komentet pa e ditur si qëndron çështja në të vërtetë, fillojnë dhe komentojnë pa lidhje, siç e di dhe ti që ndodh në TikTok. Aty mund të më kishin afektuar pak, po për momentin jemi okay. Pra nuk ka ndodhur më një herë. Jo, është mentale e gjitha. Se për një djalë që është aq i ri në moshë, përgjithsisht e kanë shumë të rëndësishëm mendimin e çfarë thon të tjerët dhe që të mos i marrësh parasysh, edhe unë që jam përshkruaj 40 vjeç, kur shkruajnë gjëra sado në një lloj forme, e pse jam imun, në sensin them që vazhdojmë, por prap thua ç'është kjo gjuhë urrëtie kot, kupton? Për mendimin tim, nëse ti, unë dhe të tjerët që dalim në rrjetet sociale jemi në rregull me veten tonë, nuk kemi pse të afektohemi nga këto komente. Më kupton, unë jam në rregull me veten time, kur e postoj atë video jam shumë në rregull. Dhe për atë punë nuk e vras mendjen. Prandaj them. Okej, mrekullisht, shumë mirë. Shiko konkluzionet e qarta Klajdi. Jemi akoma me Klajdin, na ka ikë një punëtor. Hamo të pëlqeu, e mirë është kjo, embël. Po, kjo është më e mirë kjo dyta. Interneti është kështu mekanizëm që më shumë reagojnë kur nuk u pëlqen një gjë ose kur kanë një gjë për të thënë, sesa kur është një gjë e mirë. Kur ka gjëra të mira mbasi s'komentojnë fare. Unë mund të hedh video të mira ose foto të bukura, që nuk kanë diçka të komentueshme dhe nuk komentojnë hiç. Pra ti e bën kastide këtë. Ose mundësisht ata dhe në videot e bukura do gjejnë diçka për të komentuar. Kështu që prandaj nuk e vras mendjen kurse njerëzit gjithmonë, jo vetëm rrjetet sociale. Në qartë. Unë kam vënë edhe në jetë reale, njerëzit gjithmonë kanë për ta gjetur diçka për të komentuar, edhe në jetë reale. Ka njerëz që e kanë me veten e tyre, nuk e kanë me ne. Shumë e drejtë. Duhet me pa pak edhe se si njeriu është rritur, në çfarë familje, në çfarë shoqërie, si e mendon, si e koncepton jetën dhe nuk duhet me ja vënë rekomendin që na bën ne. Thjesht me e bë një syqor, një veshur dhe me vazhdu para. E qartë, po ti prap, me sa kuptoj thua që është më mirë të ti në një lloj forme ti provokosh ose ti bezdisësh. Po, kur ke interes, po. Se sa të kalosh i pa vrejtur, i pa observuar fare, se bie që mos të shohin më. Varet nga interesi personal që ti ke, më kupton? Po sa afër je atij personi që ke ndërtuar aty, se të pyet edhe çfarë, po nuk ma je ka mbi 50%. Je mbi 50%. Po, mbi 50%, me njerëzit e mi të afërm edhe me shoqërinë time të vjetër. Patjetër që jam një person që si edhe në rrjetet sociale, edhe në realitet me ata që më njohin nga afër, jam person më gallat, person më karizmatik normalisht. Nuk është se jam ai seriozi që mund të jem takim të parë me dikë, ose në takim të parë pune. Je fani ti kështu në të përditshme? Po, shumë. E merr shumë me njerëzit që më njohin po, sidomos me personat që kemi ato shakat tona, ato kodet tona patjetër. Është vetëm tu qesh gjithkohës situata. Pra e shef jetën me një perspektivë, po të tillë pozitive, pse duhet Po rrethohesh me brezin tënd, si ke rrethin shoqëror apo i ke më të rritur? Rrethi shoqëror është shumë i miksuar, me thënë. Po, është goxha mix. Beson në shoqëri? Sa po rritem e më shumë s'po besoj më, po venitet besimi, sa më shumë po rritem, po. Base do vi një moshë që s'do besosh fare, pale. Është u ardh. Jo mbase, po shpejt vot vin ty gjërat. Kur pyes për këtë i madh, ishte në sensin e një loje fjalësh ose një dëshire për të shprehur për masat e tua trupore, pra ishte po. Ajo ishte fillimisht ideja? Po, sepse psikologjia e njerëzve ishte që të bënin duet me videot e mia dhe ndoli fix siç unë e prisja. Videoja shkoi mbi 600.000, 700.000 shikime dhe mbi 300 duete që dilnin dhe konkuronin. Duete çfarë? Duete në TikTok. Që e ka hequr fare si opsion tani, aq të mos. Si ka qenë kjo muhabeti ne e s'dim nga këto. Mund të hedhësh një video në TikTok edhe tjetri ta bën duet. Në moment që ti flet, është duke u xhiruar, duke dal videoja jote, është ai ngjitur me ty dhe është një video e plot tani, e ripërtërir. Nëse unë dal aty, ka në një 17 vjeçar më të mos se mua, është ngjitur dhe ai tjetri që ka dalë me mua duke pozuar dhe ai është më i modh apo jo. Edhe videot
ky është dueti. Po a kishte ndonjë 17 vjeçar? Edhe mund të ketë. Për 17 spati, me thënë drejtën, tani që unë jam angazhuar edhe me gjëra të tjera, ka edhe më të mëdhenj. A kjo ishte ideja, pra, nuk ishte në sensin metaforik më i madhi të tipit më i arrirë. Ishte fizikisht, aq ishte horizonti, patjetër. Po tani, do ta konvertosh në, pra, a ka marrë fjala i madh një dimension tjetër përveç për masave trupore, pra, në kuptosh që je më i arriri, më i suksesshëm, më i njohur, më famozi. Po, ajo është ideja, ka qenë ideja këto vitet 19, 20, 21, po tani mendoj 22, 23 ta kaloj më mirë me emrin tim, mos ta mbaj më me këtë nickname. Do ta heqësh këtë më. Po që jam akoma në mendime sipër. Jam akoma në mendime sipër si do bëhet. Hajde tek e treta një. Edhe po në dorë kjo? Po, në dorë kemi patjetër. Dorë ke, po edhe pse të identifikojnë tani, Po. Unë shumë njerëz më shumë të njohin si ai 19 vjeçar i madh se sa Erlin Likaj. Palestra, po. Çfarë tregtove ti pastaj? Ma thuaj çik këtë historinë. 17 vjeç pastaj mendova troç muhabeti një shok më ka thënë, kam pasur në klasë në gjimnazin vit 3. Edhe masi shkruan 2-3 video virale shumë. Mbi 500.000 gjitha më tha, pse nuk mendon me shit produkte, tha. Rreth palestrës. Edhe mi hipi skuterit tim elektrike dhe shkoj te tregut e 5 Maj. Aty normalisht po shifsha një çka kishte produkte që kishin lidhje me palestrën, me muskuj, mbase me kockat, mbase me mirëqenien. Gjeta disa produkte që fillova t'i shes si fillim dhe e përdora ata audiencën. Pati shitje goxha. Ashtu, ë? Po. Pati shitje goxha, pastaj 2-3 muaj më vonë, sapo mbusha 18 vjeç hapa dhe niptin. 2-3 ditë pasi kam mbush 18 vjeç, kam bërë aplikimin dhe për nip dhe për patent, që ti kisha. Edhe 18 vjeçari më i shpejt. Po, nipti më ka ndihmuar shumë edhe sot e kësaj dite. Ti njëti nip të kjo? Po kam 2 tani për momentin. Kjo 2 nipte? Po. Edhe 3 vite e gjysmë, domethënë. Ha Klajdi. 21 vjeç djali. Kur e ke ditëlindjen? Tani në 8 prill. 8 prill e kishe. I ke mbush 21. Po. Tani po bëjnë 6 muaj. Do të çojmë një dhuratë si emision, do të ja çojmë një dhuratë. Kujton dhurata jeni prezenca, nuk ka nevojë për dhuratë. Jo, do ta çojmë një se prezenca, s'ka problem fare. Të lumt për iniciativën. Unë kam qejf këta njerëz. Bravo, qejf. Pastaj më vonë kam takuar një mikun tim, që ai më hapi syt me thënë drejtën për të filluar furnizimet nga jashtë shtetit, importin. Për ti i blie në Shqipëri dhe i tregtoje. Po. Pastaj aktivizova. Sa moshe këtu ti? Tani sa mbusha, domethënë 17, 2 muajt e parë i mersha te tregu, i shisja, pastaj 18 e më vonë direkt kam filluar me nipt zhdoganimin nga jashtë shtetit. Nëpërmjet tim mikut tim që ai dhe sot e kësaj dite ka një nga brendet më të mëdha në Shqipëri dhe mund ta thuash ti brend. Daka brand është. Edhe që sot e kësaj dite ja mbaj mend që më ka ndihmuar dhe më ka lidhur me shtetet furnitore, patjetër. A je bëri kot për të ndihmuar? Përmirësi. Përmirësi. Përmirësi që do me thonë, kur shikon dikë që po mundohet, se mos t'ja japim dhe në një mendje që shiko pak, po mundohesh, mundohu më mirë te ky kraj, jo te ky se do kesh më shumë return. Më shumë kthim. Po. Po këtë rrugtimin tënd nëse do të flasësh gjithmonë, si e ka ndjek familja, prindrit? Familja si fillim nuk është se ishte shumë pozitive, ishte edhe pjesa e shkollës, e arsimit, patjetër si çdo familje shqiptare. Po. Skeptik maksimum. Po vazhdo shkollën. Bëj një shkollë ta kesh. Po ta kesh shkollën, vazhdo, okay, dakord, po ecin, vazhdo dhe shkollën, bleva atë makinën e parë me fitimet e produkteve. Çfarë makine bleva? Audi A6 ishte ajo 2013-s. O, do vdes, më ke çfarë. Ha? 2000 apo 3000? 3000 ishte. 3000. Po, dhe me targa 39. Biturbo. Po. Ama. Edhe pastaj fillova shkollën mjekësi përgjithshme në shtet aty te QSUT. Ç'a thuar ke pse? Po, viti 4 tani për momentin. Je për mjekësi ti mërzëtri? Po. Ai meriton dhuratën më të mirë akoma. Se këta kur janë nga 21 mund t'i bësh shokëre, se pastaj s'flasin me gojë. Jo, me gojë flasim me të gjithë për Zotin. Me gojë flasim me të gjithë, po patëm me fol diçka patjetër. Bëj shaka. Jo, realisht unë mund të ketë shumë njerëz që po e ripërsëris mbas e bëhem dhe i lodhshëm. Mund të ketë shumë njerëz që mund të thonë, "Ore, ça ma i modelin aty del aty bërtet e bën kështu me radhë." Mund të bëni paragjykime sa të doni. Kupton, shumë njerëz e kanë nisur karrierën e tyre në forma të ndryshme, po tani 18 vjeç, 17 vjeç, çfarë pretendon të thotë tjetri, domethënë, të dalit bëj shpikje. Po. Ai 17 vjeç është. Po, nuk ke mundësi të dalësh 18 vjeç dhe të shiko pak se un kam ndërtu X kompleks. Po pikërisht. Un kam ndërtu X kompleks dhe janë te kompleksin, provoni filan gjëra. Po ndërkohë ti dëgjove prindërit e tu, pritse, kjo është e rëndësishme. Domethënë ti dëgjove prindërit e tu dhe zgjodhe mjeksin. Pse mjeksin? Mjeksin po sepse me thënë drejtën edhe ata atë rrugë kanë. Janë të fushës së mjekësisë. Po, tani normalisht patjetër unë ndjek atë që kam si më të familiarizueshëm.
kur unë i kam të dy prindrit aty, pse duhet të zgjedh unë për shembull inxhinierin? Në qartë. Patjetër. A kishe ndonjë pasion ti që dohet bëj? Jo, pasion me thënë drejtën, unë kam vizatimin, edhe kam goxha vizatime, nuk i kam marrë me vete sot me thënë drejtën, po vizatimet bardhëzi i kam. Edhe mendoja të shkoja për arkitekturë. Pastaj vura re që tregu i arkitekt është mbushur pak. Është fryr. Po. Edhe thash po vazhdoj tek familja. Normalisht në Shqipëri edhe njerëzit e tjerë, mosha ime, ndjekin atë të familjes, profesionin, biznesin, diçka që e kanë familjare të paktën. Por nga ky krah vazhdova dhe këtë gjë që fillova vet. Mjekësit përgjithshme po bën tani normalisht? Po. Është 6 vite ajo. 6 vite, po tani a ke ndonjë ide? Kjo është pyetje retorike. Unë jam i qartë që ti ke një ide. Cila është ideja më tej? Për specializimin besoj për zemrën. Kardiolog, ë? Po. Kardiokirurg mbas, se di, nuk e di. Ta mendojmë. Aty është leku. Tak futesh aty 2 orë pa piku. Domethënë pak a shumë ti, me sa po kuptoj, je shumë i ftohtë kur vjen puna tek vendime që kanë të bëjnë me të ardhmen tënde. Po. Pra profesioni është një gjë që ti e analizon ftohtë, me sa po kuptoj. Jam i ftohtë vlla, po vetëm kur i kam gjërat e sigurta. Më kupton, kur janë të dyja të sigurta, këtë do zgjedh këtë apo këtë, dhe zgjedh njërin. Kur janë të pasigurta, uncertain, duhet pres derisa të mbushen të dyja të sigurta, të bëhen të dy gjërat e sigurta, të dyja opsionet të jenë të sakta, të sigurta, të faktuara. Jo, e kisha në sensin që je i ftohtë të tipit që nuk vepron ose mendon emocionalisht kundrejt një gjë. Pra, unë zgjedh këtë sepse logjikisht kjo gjëja më jep 1 2 3 5 gjëra. Kemi takon për zotin. Nuk e di se realisht ka gjithmonë debate midis gjeneratave dhe generatat e prindërve tanë, unë në fakt i bie që të jetë gjenerata e prindërve të jetë gjenerata pak a shumë e gjyshit tënd, se ne kemi një diferencë. Po, si gjenerat. Por prapse nga gjenerata në gjenerat duket sikur brezat dobësohen, bëhen më të butë, bëhen më pak punëtor e tjera mera. Dhe gjithmonë e dëgjojmë kritikën. Pra gjyshrit tanë ishin më punëtor, i dilin ballë jetës më shpejt, ishin më të zotët, përballonin shumë probleme të tjera, më të rrahur e shumë era. Duket sikur gjenerata fillon të zbutet dhe unë me sytë e mi kam parë që 21 vjeçar që jo të gjithë sigurisht, nuk kanë mendjen tënde për sa i përket zgjedhjeve që bëjnë, ambicien tënde e tjera me radhë. Po. Kjo është për të komplimentuar, mendoj se është një shembull shumë i mirë. Po gjenerata nuk ka një faj. Po, si e mendon atë doja të pyesja? Si e percepton ti? Mendimin tim nuk i vë faj gjeneratës tonë. E para nga rrjetet sociale, edhe nga promovimi që po i bëhet, edhe e dyta nga shoqëria. Nga këto të dyja, sidomos edhe nga propagandat jo shtetërore tonat, po propagandat globaliste. Çfarë do thuash me këtë? Që janë propaganda... Pra, në propaganda globaliste, në rang global, për të rinjt po vështirësohet hapja e biznesit. Për të rinjt po vështirësohet krijimi i familjes. Për të rinjt po vështirësohet marrja e një kredie. Nuk jepet. Për të rinjt po vështirësohet relaksi, mirëqenia. Sot ushqimi i shëndetshëm kushton. Ti mund të thuash patjetër që unë o vlla e marr në market dhe e gatuaj vet. Dakord, po koha për punën ku po të del? Si do krijosh familje kur ti ke kohë të gatuash vet? Qerat? Nga ky krah nuk i vë faj dhe nga krahu i shoqërisë dhe çfarë po promovohet në shoqëri që patjetër normalisht vetëm gjërat negative po promovohen. Çfarë ndjen ti se të është promovuar? Unë nuk është se jam tip që afektohem shumë. E qartë, po të shumica si promovohet pjesa e gangsterlikut, pjesa e lekut shpejt, pjesa e veseve, pjesa e tërheqjes së gjinisë femërore nëpërmjet luksit para. Nëpërmjet veseve negative. Ma shpjegoj çik këtë. Po normalisht patjetër bad boy. Po shumica bad boy është tem për këto 15-16 vjeçarët, po dhe shumica e 20 e sa vjeçarëve, mendoj se normalisht patjetër gjeta e një femre mund të bëhet nëpër klube, nëpër shumica e personave këtë lloj moshe, kujtojnë se mund ta gjej një femër serioze nëpër klube, nëpër lounge, nuk ekziston aty. Shiko, edhe mund të ketë një vajzë që mund të ketë dalë në një klub edhe në një lounge. Mund të dalë njërin kaq kohë, po ai është rast shumë i rrallë. Nuk mund dalësh. Edhe vajzat e mira dalin. Patjetër diskutohet, pra, po unë nuk jam kundër klubeve, kundër qefit, patjetër, se edhe veti kam pas frekuentuar njëri kohë. Këto më luaj mensh, po duket sigurisht 45 vjeç njëri kohë frekuentoja klube, thot. Po je 21 vjeç, nuk i frekuenton më.
Nuk i frekuentoj më me thënë drejtë, se nuk shone i kështu të madhe. Pra, më fal, ti do me thënë, çdo veprim që ti bën në jetë duhet të ketë një përfitim. Jo çdo veprim, po më mirë e kam pi kafe me njerëzit që njoh unë. Si argëtohesh ti? Maksimum më mjafton një muhabet i mirë me njerëz të mirë. Kaq, një darkë e mirë. Nuk kjo që po am tash bashkë dhe muhabeti jon, kaq mjafton. Do biseda. Vallaj. Kaq. Një kafe ose i darkë e mirë ose i drekë e mirë me njerëz që vlen, kaq mjafton. Po që desha me të thënë për pjesën e klubeve, për mendimin tim, kur një dikush, një çun shkon në klube, më duhet të shkosh më mirë me mendimin të shkosh për t'u kënaqur, të shkosh për të bërë qef, të shkosh për të hequr mendjen nga streset. E qartë. Po jo të shkosh për të gjetur një femër të mirë, ose të shkosh për të lënë 500, 1000, 2000 euro për të atraksionuar disa femra. Ky është mendimi i gabuar. Edhe nuk e di si e mendon ti këtë gjë, po nuk po mendohet. E qartë, unë nuk dua të jem kategorik, pra unë them këtë gjë, që të shkosh të shpenzosh 2000 euro për të tërhequr vëmendjen e femrave, gocave, vajzave që si ka se janë bërë njerëz të ndjeshëm. Kjo po i predikohet njerëzve. Qartë, ta bësh këtë gjë dhe të pretendosh se ajo duke tërhequr nga paraja jote duhet të të vlerësoj ty si njeri është idiotësi. Megjithatë them se në klabe ose në lokale ose në kafene, ku diun, quaj çfarë duash, pabe, absolutisht duhet të ketë vajza shumë të mira. Po. Më kupton, këtë dua, pra nuk dua të them që po shkove në pub dhe në klub si një vajzë e keqe. Diskutohet, po. Nëse ke lifestyle, jo e ke drejt këtu, patjetër. Po dhe femrat nëpër klube shkojnë për të bërë qefin e vet. Qartë. Nuk është se shkojnë për tu shumica, nuk është se shkojnë zakonisht për shembull, po ta vësh edhe nëse shkon mirë. Po ku duhet ta njohësh? Ku duhet ta njohësh një vajzë që të jetë një vajzë e mirë? Ku duhet ta njohësh? Nëse tani do të merresh do ta marrësh jetën më shumë për seriozisht, për shembull, studentët njihen me njëri tjetrin nëpër shkolla, nëpër aktivitetet jashtë. Patjetër palestër, po ja flasim mirë për hobi, po themi. Flasim për studentët tjerë, mund njihen në shkollë. Në universiteti që shkojnë për shembull, shkolla e mjekësisë, nuk ka vetëm mjekësinë e përgjithshme, ka laboratorin, ka infermierin, ka godinën e stomatologjisë, ka 5-6 kompartimente të ndryshme sektore që ti mund të njohësh njerëz që nuk i ke fare tek sektori jot. Mund të njohësh në për shembull një tur që bën UC Group. Aktivitete sportive, po, prandaj po të them. Mund të edhe në rrjetet sociale mund të njohësh. Fundja fundit, mund. Gjithsesi, kjo tema e klubeve lihet dhe për të diskutuar, por që në fund ditës unë prapë atij mendimit jam që po i predikohet ana negative të rinjve. E kuptoj, ti e thua në një lloj konteksti të caktuar, pra e kuptoj që nuk e ke, pra ti nuk anatemon ose nuk është se stereotipizon një gocë që thua nëse ti shkon në klub nuk je vajzë e mirë. Por thua që nëse ti si mashkull shkon në klub duke shpenzuar 2000 euro për të rrejtë vëmendjen dhe ajo e merr, atëherë mos pretendo që të gjesh një vajzë të mirë. Kjo është thelbi që po thua ti, që mos na keq kuptojnë mbase edhe gocat. Jo, fiks kjo që thua ti është, e them më saktë se më. Okej, ta kapim të ku jemi Klajdo? Se ke mendin në vend? Te e katërta. Një urdhëro. Ja, biznesmeni që ka mendin gjithmonë në vend. Pra, ti ja plotësove dëshirën prindërve tu, ndoj që edhe mjekësin, a e vështirë? Pak. Mëson, vlla? Po. Mëson, Mundohem. Do ta marrësh? Mundohem, po. Se mjekësia është për të marrë, ore. Nuk është për ta marrë me vetëm me vjeta. Vështirësia më e madhe është specializimi, aty ku ti do marrë seriozisht profesionin që do ushtrosh nesër pas nesër. Të ndihmon do ta bëja dhe lidhjen e palestrës fakt se kjo është shumë interesante kjo palestra që ke bërë ti, dhe kam disa pyetje për atë. Por besoj se ty në një lloj forme të ndihmon edhe për paketën e plot profesionale dhe për palestrën fakti që tashmë je një profil mjekësor. Patjetër. Pra nuk është e njëjta gjë të thotë një 17 vjeçar çfarë të bësh dhe e njëjta gjë të thotë njëri që ka mbaruar mjekësi. Siç tham, horizonti zgjerohet dhe unë nesër pas nesër mendoj edhe këtë gjë tjetër që unë mund të bëj një ndash zoti mas shumë vitesh, mund të bëjmë edhe një zgjerim të palestrave të rrjetit, mbas edhe unë personalisht, mbas edhe me ortak të tjerë që mund t'i gjej që mund na bien dakordsi, të jenë njerëz të mirë, të jenë njerëz të punës dhe ata si unë. Dhe të dalë dhe si një doktor, që i ndihmojmë njerëzit me analizat e tyre, qëllimet e tyre, dietat e tyre dhe problemet e gjakut mbase të vlerave në gjak, problemeve shëndetësore që mund të kenë ata dhe si t'i lidhim këto me palestrën nesër pas nesër. Të jem unë imazhi kryesor edhe i kësaj gjë mbase. Atë e ke menduar ndonjëherë ose atë shqetëson ideja që kur jep këshilla mjekësore duhet të kesh një njohuri shumë të gjerë, një bagazh shumë të gjerë. Po, patjetër. A je menduar ndonjëherë që disa gjëra që mund të kesh thënë në një moshë më të vogël
do t'i kishe remenduar, s'do t'i kishe thënë, Po, apo po. përgjithsisht ke qenë i kujdesshëm? Tani unë edhe më përpara nuk jam marrë me konsulta mjekësore. E qartë. Maksimalisht unë kam dhënë dieta ose programe stërvitore, që unë programe stërvitore i di shumë mirë. Dhe dietat kanë qenë dieta që unë i kam bërë edhe vetë, që kanë pasur efekt. Për shembull, në moshën 18 vjeçare unë kam bërë një definim, sezon definim. Para ty. Po. Sa përqind e rendhjam? Mund të kem arritur deri te 9%. Unë Filluan edhe venat. Mos ke qenë më pak se. Mbas edhe më pak filluan edhe venat e belit që po dukeshin me thënë drejtën. E kam parë ishte nga 103, 104 kg kam shkuar te 80-ta. Kështu me dietat që unë i kam përdorur edhe vetë, ja çoj edhe një. Ke marrë një gjë më. Po, kreatin. Kreatin. Në fakt, kjo çështja e kreatinës, proteinës së këtyre suplementeve në Shqipëri është pak e keq kuptuar dhe ka ignorancë, nges informacioni. Ballkani është me. Gjithë Ballkani është dhe Kosova. Në botë domethënë ja u japin grave. Ja u japin sidomos moshave të avancuara në menopauzë, ndihmojnë për menopauzën, ndihmojnë për trurin, 10 gram mbi 10 gram kreatin ndihmojnë në reversimin e sëmundjeve të demencës e tjera me radhë. Këtu në Shqipëri ka shumë skepticizëm megjithatë. Edhe në përmarkete ka plasur kjo që çdo gjëje jashtë shtetit në përmarkete te paketimi shkruhet rich in protein. E pasur me proteina. Është bërë dhe marketing, është bërë dhe mënyrë shitje për më shumë. Po, aq rëndësi ka marrë proteina në jashtë shtetit, edhe këtu po vjen. Po, edhe këtu do vi dhe besoj se eventualisht edhe këtu do edukohen, se ndryshe nga para 10 vitesh, unë para 10 vitesh njerëzit që njihje kur merrje proteinë thoshte çet do se mendonin se po të marrë unë proteinë, di si bëhem unë. Do të varet trupi. Do të varet trupi e tjera me radhë. Historira. Gjithsesi, shkojmë tek e radhës. Pesa, po. Hajde tregoj fort. E mos e si janë dhe djekse. Jo. Mirë. Më shumë ajo e para po më duket se saktë. Po se e para është gjithmonë që bën hapjen. Bravo. Si e nxemja. Çdo gjë për herë të parë është e vështirë me stres. A më mend herën e parë. Kur videograf. Si shkon mendja gjithë? Ti e mend herën e parë? Po. Në palestër e kam freskt. Ore, kuptoni që ky zotëria është aq i ri, aq i vogël sa po thuash për shembull kur isha shumë i vogël tha karantinë. Kupton, karantina është ka ndodhur dje. Po pra, kështu më duket dhe mua. Dje ka ndodhur karantina. Bënim mësim online. Sa vjeç ke qenë në karantinë ti? 2026, 7 minus 15 vjeç. As 15 s'ke qenë, po dëgjoj më ke qenë 14. Sa i bër atëherë? Po në prill ke bërë ti, karantina ka nisur në mars. Po. Pa bërë ti llogaritë. Fiks. Nëse interesante. Tani ti nise duke shitur fillimisht më mend me shumë shilaxhin, më me shilaxhin. Pse promovonai shumë shilaxhin më zotëri? Është që me shilaxhin. Si fillim unë nuk e kam shilait, po. Pse i them shilaxhin apo ja them anglisht? Po ka disa lloje shilait, mund ta theksosh në disa pjesë. Po gjithsesi unë në fillim nuk e shisja vet, me thënë drejtën, unë shisja për dikë tjetër dhe merja përqindjet e mia. E pa sheste si produkt. Edhe qëlloj që masi shita shumë për ta, atyre i mbaroj stoku, ai shumë u shit 3 muajt e parë. Kështu ka gjetë justifikimin tek ata që të nisë linjën vet. Dhe më thanë, e ka papat. Dhe më thanë që ka mbaru stoku. Do të themi nëse vjen prap. Sepse ishte një korporat që shiste shumë produkte. Nuk ishin të fokusuar vetëm te një. E kuptoj. Si unë që isha 18 vjeç. Po. Edhe thanë nëse marrin prap si ky produkt, do të themi. Tani unë 4-5 muaj prita, apo e marrin më, apo se marrin më. Më vonë thash, po e fuz vet. Po. E gjeta një distributor tjetër, edhe deri sot e kësaj dite me atë me atë kemi marrë edhe 3-4 produkte të tjera të ai, do e fuzën në formë gamis, si tip Hariboje, që është pak më konsumshëm. Ajo është përqendrim mineral. Po. Që bëhet në ngure, po. Si tip rëshire. Rëshire është ajo. Po, që mund po tani në formë gamis mund të jetë më konsumueshëm nga njerëzit. Unë e kam marrë në Amerikë në formë hapesh, në fakt në formë pilulash. Po, e di, edhe në atë formë kemi shitur neve atëherë. Pastaj e solla në formë rëshire unë. Kur e kisha me përqindje, e shisja edhe unë me formë pilulash. Në pilul ishte shumë okay, mos ndjeva ndonjë diferencë shumë të madhe. Po, për suplementet ka disa forma. Suplementet shiten si plur, pilul, formë rëshire që është ilaiti për shembull, formë gamis, ka dalë dhe kreatina në formë gamis. Po, dhe kreatina në formë pilule, po. A ka risk nga këto produkte? Fare. Asnjë, Jo. Nëse ti konsumon masat e duhura,
nuk ka fare risë, për shembull dhe proteinën, nëse ti ushqesh me 4-5 vakte të plota me proteinë ditore, ti nuk ke nevojë ta marrësh proteinën suplement. Ashtu, sepse do i bësh dëm veshkave tua. Ngarkon veshkat. Po, për shembull, një nga prindërit e mi është për veshkat, nefrolog. Edhe ai ruhet për shembull shumë nga pjesa e proteinave dhe unë bëj analiza çdo vit për pjesën e kreatininës edhe pjesën e filtrimit, po. Nga proteina e tepërt. Po. Nga proteina e ka të rrisë. Mirë është si mohabet. Mirë deri tani. Po, mirë, shqyr mirë. Mbash. Po sepse unë nuk është se pi proteinën nëse unë ha shëndetshëm dhe ha plot. Një ditë për shembull që unë i ha 4 vakte të plota, unë nuk pi proteinë atë ditë. Si është dieta një 21 vjeçarit më të madh? Tani, atëherë në mëngjes fillojmë, tani po flasim që unë jam tek 95 kg dhe dua të shkoj edhe diku te 91-92. Fillojmë me mëngjesin që është tek 3 vezë me djath. Buk fare. Fare? Vetëm jo, fare. Vezë djath më? 3 vezë djath, 2 feta prosciutto, gjeldeti, pak kastravezë ose domate. Pastaj vazhdojmë te dreka. Vezë të ziera. Po të ziera. Edhe vazhdojmë sy kështu për shkakun që të po s'kemi nerva. Që të japësh çik me. S'kemi nerva, direkt te makineria zgjedh edhe. Se ajo do çik një gjesh. Po bravo do. Hajde. Na përqe çik vaj, çik ynyr, çik gjalp, çik. A Klajdo? Po ma ka lezetin e vetë, patjetër. Po shqiptari ka lind që t'ia bëj kështu. Ka lezetin e vetë. Edhe fshin dhe pjatën, selan, kursim. Po. 3 vezë prosciutto edhe një çik kastrave, çik domate, iku vakti parë. Patjetër. Pastaj kalojmë te dreka, dreka është patjetër sallat. Domate, kastraves, djath, qep, nuk i ndaj këto janë shumë të mira. Sallat fshati. Po. Tarator, edhe pastaj mund të kemi një supë pule, një supë mishviçi, patjetër është një supë e lëngshme, patjetër. Sallat supë, po? Patjetër duhet një supë e lëngshme. Duhet, ë? Po, patjetër, një lloj gjellë e lëngshme patjetër, dhe pastaj mund të kemi edhe karbohidrate. Po proteina? Proteina tani është tek supa si fillim dhe pastaj edhe te karbohidratet që shoqërohet me mish. Prap. A shoqërohet me mish karbohidrati? Po, minimumi 2 herë në ditë unë kam mishin. Ne kemi mishin. 2 herë në ditë, patjetër. Po nuk të ashtu e mishi apo jo? Jo, mish pule dhe mish të kuq, 2 herë në ditë. I ha 2 herë në ditë. Po. Karbohidrate kur thua oriz, kështu pilat? Oriz, makarona dhe patate këto. Edhe patate. Të tëmbëla apo të jo? Apo që në cika? Të ziera. Aq ka rëndësi. Të kuq apo sot për shembull apo kave dha i qirojmë, nuk e di. Sot për shembull një supë me mish viçi edhe sallata ishte për drek. Nuk e ngrën karbohidratet dhe mish. Jo, karbohidratet tani ndark, një pene me tartuf, kërpull dhe pul. Edhe nuk shëndohesh. Jo, po sepse qëndroj goxha aktiv gjatë ditës, kam mbi 10.000 hapa që i bëj. I bën 10.000 hapa. Po. Po si është, ja të shkojmë çik te kjo muhabeti i palestrës. Ç'mosh ku e lam atë ritëm, na ikën nga ritmi Erlin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mëra patati. Erlin, çfarë moshe televizionit bësh palestër, olla se palestra jote është e madhe, nuk është 19 vjeç. 19 vjeç, vendos se do të bëj një palestër time. Tani, horizonti ishte shumë i shkurtër. Si fillim kur bleva makinën e parë. Horizonti ishte bleva makinën e parë, më doli nga qefi për 6 muaj, do blej një më të mirë se kjo. A 6, ne? Kurse lek, një të porosit, A7 e 2021-shit. 3 mish dhe kjo? Po. Mbi turbo. Tani, nga Kina, sepse unë kam lidhje me distributor nga Kina, nga Europa, për produktet, marrë edhe lukun për A7-ën, për RS7. E bën RS7 ndo. E mora gjithë lukun kin, e kapa lirë andej, normalisht, se këtu në Shqipëri nuk le verdis shumë. E bëj lukun, e bëj prall, edhe kur shoh që kam bllokuar shumë lek me makinën, thash, ç'a kam bë? Tjerët papin biznese, unë bllokoj lek me makinë. Edhe nxjerr shitje direkt. Do shoh do palestër, se më tha dhe një kushëri, më tha dy sa e bleve sa e shitje atë. Tani vjen historia e bukur. Ha njerë. Se nuk u shit. Nuk u shitë? U dha për clearing. Marrë ambientin? Po, jo, për veglat. Makina u nxorr në shitje dhe si përfundim u dha në clearing për veglat. 25%. 20% e vlerës së veglave është dhënë makinë. A7-a. Po mirë, po 80% që tjetër? 50% u pagun kesh dhe 30% u pagun pas hapjes palestrës. Okej. Një fair trade, një deal i mirë për të dyja palët. Po, qartë. Shumë okej. Edhe makina u fut aty, si me thënë. Do të thënë, makina u bë shkas, po themi që të... Po, ajo makinë është bë. Ajo makinë është.
E prandaj mos I thoni fëmijëve më që mos merr makinë të mirë, se ja makina mund të bëhet shkas që të hapi një biznes. Sepse I thërret mendjes. Që çfarë po bëj? Pa duhet ta provosh pra. A je dakord me idenë që sado që t'ia thuash një fëmijë ose një njeriu që mos e bëj një gjë, nëse nuk e kalon në kurrizën e tij, jam shumë dakord. Je dakord? Po, shumë dakord, shumë dakord. E madje e vetmja gjë që ti mund të bësh me fëmijën, me vllajin, me nipin, është t'ia thush me të mirë. Jo me të keq, mos e bëj pik. Mbaroj, mos e bëj pik. Arsyetoja. Tregoj një fakt nga jeta jote se jeta e një të afërmit tënd që I ka ndodhur kështu filan fistekut. Gjithsesi prapë nuk do ja ndalosh dot asnjë çuni të ri, qefin e pasjes makinës parë. Po. S'ke për të ndaluar dot kur. Unë makina më mirë që kam pas është një Ford Focus, a duhet të shqetësojmë kam kohë për të bërë gjëra. S'kam pas makina. Nuk është të vonë asnjëherë. Asnjëherë s'është vonë. E vërtet është. Pastaj sot është bërë det makinash më. Sot është bërë det makinash sot. Unë ëndër kam një C klas. Në Kore më burr kanë ardhur me 7.000 euro. C klase dua të zez, avangard. E dua me baxhat madhe kështu, po kam kërkesa dhe unë specifike, nuk është makina Si ndash as ti Benzi si shqiptarët, ë? Pse mo, një sekond tani, pse kush është makina më e mirë? Benzi është. Është? Ata kam pas dhe. Ke pas një C klasë apo? Po. Ishte fundi vllai. Ishte fundi makina. Çfarë C klasë ishte ai? 63 ishte ai 2016. A 63, ë? Po. Ishte Ku e morën në Amerikë. Në Amerikë. Po. E më mirë sa 7 apo. Më mirë sa 7. 5 vite më e vjetër, më e mirë. Po prap, është kulmi I Benzit C-ja. Vlla, prezencë, reati, madhësi, zhurmë. Por e ti e kupton, në çfarë vjeçë kishte ti atë makinën? 19 e mora unë. Më zuri fundi 19-s. C klasë morën në. Po, 20 e mbajta, 5 Po shiko, C klasë është makinë pak shumë presidenciale, kupton? Po, e vërtet, po më shkonte me thënë drejtën, edhe më kanë thënë të tjerët që të shkonte. E po bela, madhe, kjo realiteti I Shqipërisë është shumë I çuditshëm realisht. Se S-ja është makinë që marr njerëz në moshë më të avancuar. Po. Është makinë që jo mban ca biznesmen brapa kështu. Okej, kuptoj sportive, po prapë është S. Po, gjithsesi, shiko se unë e kisha edhe për pjesën e marketingut. Mos harrojmë edhe këtë krash, unë I kam edhe për marketing një pjesë të gjërave të mia që I marr. Mbase e ka efekt tek njerëzit, ë? Po, mbase e tepëroj pak në disa gjëra, por janë edhe për efekt marketingu. Një njerëz që nuk e shikon nga perspektiva ime, thotë që ua, e ka tepru. Po, mu më bën punë për marketing, se edhe unë s'kam qef. Mbase për ca gjëra. Lene mërë këto ti mërë, zotëri. Tregosh ti mua s'pas ke qef ti sën që bën. E kam për efekte marketingu, thotë. I vetmi marketing të mes është që të bindesh njerëz që ajo që ke qef si makinë, po e përdor për marketing. Edhe unë do kisha shumë qef pra, në fund ditës është dhe për marketing. Pra, e tifoz I Benzit. Po, edhe unë jam. Nëse do listoje 5 makinat më të mira, nga 5 me dopta, tek jam kurioz, mua bete naçu shto. Po, kemi çuar në fund ditës, kemi qef. Nga 5 me keqja tek njëshi më e mira, cila është për ty? Tani po flasim për këto që I prekim në shtresa mesme, jo Bugatti dhe... Jo mos shkojmë aty më, gjëra që janë dhe çik më... Nga më e keqja 5 sop deri te më e mira. Po flasim gjitha bash, sport, rahat, çdo gjë. Po, të gjitha. Brendi thuti. Brendi. Tani unë do thosha Benzi është I pari, prap. Bëjmë mbrapsht. Mbrapsht. Benzi është I pari, ma thedi mua, e 5 tani është. BMW? Jo. E 4-ta. 4-ta BMW, ja? BMW-ja, te e 5-ta nuk po di se ka shumë që mund t'i fusim, aq shumë janë. Po fusim Volvo. Volvo 5, BMW 4. BMW 4, Audi 3, Porsche 2, edhe Benzi 1. Të gjermanet më ngele, fut edhe një Volvo sa për të qenë. Po. Ato janë fakt. Janë, Volvot janë të mira. Si e tifoz Toyota, Po nuk e fut do të 5-sha, se ja kanë lënë këto tjerat. Si mund ta fuzësh Toyotën para Volvos? Me vërtet thonë Toyota vdes. Po me vërtet thonë që Toyota para Volvos vallaj e fut Toyotën që po thonë që Toyota nuk vdes, po Volvo është me sigurt nga të gjitha krahat e tjera. Ja rras një impian gazi I Volvos. Që të shojnë sy xixa. Që analize shqiptare që bëri, më ja futi me impian tani. Am the renditi. Ja, tani, shiko, para Toyotës nuk e vëdot Volvo me gjitha të, se cili ka shqit e ti. Unë mendoj se Toyota... Se Toyota ka Toyota e Toyota, Toyota ka dhe Toyota Yaris, ka dhe Toyota Land Cruiser. Po, Land Cruiser është lartë, vëlla, diskutohet, po ke dhe XC90. Po nuk krahasoj dot Land Cruiser me XC90. Patjetër që të lutem. Po unë po marr
të përditshme. Në Shqipëri vetëm Auris dhe Yaris ke. Jo more ka radha. Ka radhë plot. Ke radhë në Shqipëri. Dhe Land Cruiser. Edhe Land Cruiser ka. Pak më... Sidoqoftë unë Toyotën do ta fusja te 500 me patjetër. Te 5. Jo, atëherë po i futen në premium nuk futet Toyota se nuk e ka luksin. Mund të fusnim te 5, mund të fusnim Range Rover, në fakt. As Volvo as Toyota. Për premium po. Pse u bë shumë. Hajde tek e radhës. Cila është ëndra makina ëndër? 3, 4, 5. Be 10, 9, 8, 7. Cila është makina ëndër i dash? Kjo do që ka shumë pikante duhet. Nga ngjyra. E ka që Nga pigmenti. Trego burri fort. Po. Ke ndonjë makinë ëndër tani? Jo. Ëndra zbarojnë. Ke? Po. Kë ke tani objektivi radhës? Është shik larg. Ferrari? Jo, Lambo. Po është larg. Lambo? Urus? Po ai është në Shqipëri ai është fundi. Urusi, po. S'ka faj. Po që është larg shumë. Edhe unë larg. Për momentin. Po. Larg është. Unë e shoh larg dhe për ty. Po pra? Larg është. Sa vajt ai? 300? Kanë rënë tani. Kanë rënë, ë? Sa kanë vajt? Po me 130? E merr 130? Po. E po s'është aq larg. 130 miliona thash se ishte më shumë. Problemi është ti bllokosh aq lek. I bie vlera? Jo. Po ta blej sot 130 miliona pas 3 vitesh sa eshes? 120. Jo vërtet, ë? Do që është nga makinat që ruan më shumë vlerën. E ka ruajtur ndër vite nga të gjithë. Ashtu, ë? Pra, palestrën, sa mund të kushtoj një palestër për të bërë? Në mesatare flas. Unë ta them që një palestër ta fillosh te 350-400 metrash, që është një palestër e mirë fill që ti do të hapësh, 200 plus mijë euro. Sa metrazh e atje? E imja 1200. Ke parasysh? Nëse këto janë, domethënë ti je me ortak aty apo je i vetëm? Jo, vetëm. Vetëm? Po, të thash nipset më kanë ndihmuar. Me shumë gjëra. Po ke marr kredira, gjëra, ke marr kredi, domethënë. Patjetër një pjesë. Domethënë kredia është marr 20% e investimit. 20% po zemi i kishe. 20% është kredia e investimit. Po menaxhimi financave që kam bërë unë për të hapur atë palestër, besoj se e bën njëri sot. Kush e di, kam ja 2 persona të afërt, 3 persona që e din se çfarë financash kam menaxhuar unë, ku i kam çu, ku i kam marrë, si i kam sjell, si i kam hedh. E din ata se çfarë spektakli është bërë për menaxhimin e atyre financave. Shumë njerëz mund ta ludojnë dhe është zakon në Shqipëri që thonë që pa le lekë të kujt janë ose Po s'ka problem ashtu, është e pa konceptueshme, s'kan faj njerëzit. Si ta thash dhe unë gjenerata jon me atë që po i ushqehet nuk është se e koncepton dot diçka të tillë. Dakor, edhe unë kam shumë të vështirë ta konceptoj, nuk është se ka vetëm problem gjenerata, thonë. Po jo, ti të paktën e kupton që unë kam marrë kredi. E kuptoj. 20% investim ma kanë dhënë kredi. 20 mund të kishe vetë, 20 i kam se ti kem. Një pjesë është kthyer pas hapjes së biznesit. A ja vlen? Tani me marketingun që unë i bëj ja vlen. Ka njerëz që hapin një biznes. Ku ndodhet palestra atë si quhet? Te kompleksi Tom Doshit. Kompleksi Tom Doshit. Po e mira që ka Tom Doshit. Që përfundojnë gjithmonë qytet. Që ka Tom Doshit. Edhe e mira është shqyr që nuk ka asnjë palestër aty afër. Mbledh gjithë zonën. Si quhet palestra ta gjën? Mega Gym. Mega Gym e gjen në Instagram miq. Më e madhja, Mega. Mega, tamam. Ne kam vazhdu brandin tani, domethënë nga më i modh jam të e kalua vash avash Mega. Mega. Bëj diçka. Elin Mega Likaj. Okej, e gjejmë që edhe në fund ditës suportoni iniciativën e një djalit të ri që fund ditës e ka bërë vet stres të madh i ka vetë sot. Po, stresi është diçka që duhet ta pranojmë në jetën tonë. Se po s'bëre gjë prapë të stresohesh. Do kesh stres prapë, se s'po bëj dot gjë. Kish po tonë stresin. S'po bëj dot gjë. Si e menaxhon, si e heq stresin, cilat janë? S'kam për momentin. Nuk e stres? Jo, sepse jam gjithkohës në lëvizje, gjithkohës në prodhim videosh, gjithkohës në diskutime dikë për diçka. Si është dita jote, si organizon? Çohem në mëngjesin shpejt e shpejt. Kam ato praktikimet e mia sepse unë jam fetar musliman. Pastaj te palestra. Kur ke hyrë në prakticitetin islam? Ne kemi nga familja, po. Jeni besimtar? Po. Unë kam fillu praktikimin e fes 11 vjeç, 12.
edhe deri më tani. Do me thënë, edhe pjesën e agjerimit edhe pjesën e namazit, janë gjëra që unë i kam të përditshme, do me thënë, siç është pirja e ujit, e kam dhe pjesën e namazit, nuk është se më bezdis ose diçka. Ka njerëz që i duket çudi, ua shkon në xhami, ua bën këtë. Në xhami nuk para kam kohë të shkoj shpesh, kur e gjej mundësinë shkoj, dhe shumicën e kohës e praktikoj në shtëpi ose në palestër ose diku ku më del. Fal Të pesta vaktet e namazit. Po, normalisht si çdo njeri tjetër sot e kësaj ditën këtë kohë që jetojmë, kemi ato tundimet tona që ndonjëherë e lëm bazdore e fen, po që mundohemi në përgjithësi ta kryejmë. Si të ka ndihmuar ty, domethënë, në disiplinë, në disiplinë, në optimizëm. Optimizëm, në disiplinë, edhe gjithashtu edhe në etik. Edhe në etik, sepse kam kuptuar diçka që shumica e njerëzve e kthejnë nga feja. Unë e kam kthyer nga vetja. Feja të thotë që ti mos të bësh këtë gjë, mos të bësh atë gjë, mos të pish këtë substancë, mos të vjedhësh, mos të mashtrosh. Mos të merresh me filan, fistek, femër, diçka e tillë. Po i marr pak në përgjithësi. Shumë njerëz thonë, pse na e thot feja në këtë gjë? Pse? Pse mos ta bëj unë këtë gjë? Unë e kam kthyer nga ky krah. E kam kthyer nga krahu që ç'a e mirë më sjell po se bëra. Tani, fen, Zotin, një person që konsumon një substancë nuk e dobëson fen, as Zotin. Ai dobëson vetë veten. Dhe në fund ditës, pra këto gjëra që kanë thënë për njeriu, për të ruajtur atë nga të këqijat. Jo Zotin. Zoti nuk dobësohet nëse ne bëjmë mëkate, dobësohemi ne. E qartë. Dhe unë këtë gjë kam kuptuar. Edhe në marrëdhënie me njerëzit, edhe në marrëdhënie me substancat, edhe në marrëdhënie me jetën, me sjelljen, me çdo gjë. Prandaj, domethënë, kanë urtësitë e veta këto gjëra. Absolutisht, feja ka. Ekstremizmi duhet të ruhur nga ekstremizmi, duhet të ruhemi nga ekstremizmi, mos të kalojmë në ekstremizëm. Si ruhesh? Duhet me u përshtat me ditët e sotme, rruga e mesme, rruga e artë. Unë jam me këtë menje. Jo vetëm me fen, po me çdo gjë. Rruga e mesme, rruga e artë është sot. Nuk shkon dot sot vetëm duhet me balancu sot, gjona duhet me i balancu. Jo vetëm nga feja, po nga çdo gjë. Ky është mendimi im personal. Teta, o ba. Po e dritë dora që të lyjeve. Sa lyjeve? Majën. Vetëm majën? Lyjeve vetëm majën. Dhe këse është kjo? A gëzuar miq. Ato pika të thashën, po ma bëjnë me sy. Duhet qik nikotin. Më duhet nikotin. A i qumshim sot interesim. Po. Ndimon. Ishte shumë i mirë. Mora unë nikotin që parë, se mos marr shumë. Le, se po marr shumë. S'po pi. Ti e pin, merr një çik nikotin. Jo, s'do, ëh. Me vetëm ai në jetën time thash kafeina. Edhe keratina. Edhe larginina. Një qikuj për zot. Uj, ore, pse si sjell? O Klajdi, më nxive jetën, Klajdi. Maroj uj. Okej, uj Shumë është. Ora, myti. Do gjë? Për zotin. Erlin tregoi fort. Zoti i madh. Kam një rubrikë për ty apo zgjedh njërin apo tjetrën. Cila është më e rëndësishme për ty? Disiplina apo talenti? Disiplina. Disiplina apo respekti? Disiplina. Disiplina apo vëmendja? Vëmendja. Vëmendja apo ndjekësit, pra vëmendja e përgjithshme apo followers? Vëmendja. Vëmendja apo lekët? Vëmendja. Vëmendja apo fama? Vëmendja. Vëmendja apo pushteti? Pushteti. Pushteti apo në rastin konkret palestra, cilën do doja nga dyja? Pushteti. Pushteti. Pushtetin apo biznesin? Pushteti. Pushtetin apo vetbesimin? Pushteti. Pushtetin apo të duan? Pushteti. Pushtetin apo të kenë zili? Pushteti. Pushtetin apo të shajnë? Pushteti. Pushtetin apo të injorojnë? Pushteti. Pushtetin apo 1 milion followers? Pushteti. Pushtetin apo 1 milion euro? Pushteti. Pushtetin apo suksesin? Pushtetin prapë. Pushtetin apo lumturinë? Pushtetin. Pushteti se pushteti është lumturi, bie. Jo, edhe po s'pati lumturi prapë paktën ke pushtetin. Pushtetin, ë? Lumturi S'ka më tjetër, vetëm ti do pushtetin. Pushteti është gjë më e është gjë
po ke arrit pushtetin, I ke gjitha tjera. ke çdo gjë që përmende. Sukses, vëmendje, famë, çdo gjë. Sukses, vëmendje, famë. Jo as biznes, nuk ke nevojë. Biznesi ushqen pushtetet. Kush është pushtet, merr nga bizneset. Po ideja është pastaj si do arrish ti tek ai pushtet. Të pastaj secili ndjek rrugën e vet. Po normalisht, ose do jetë ndërmjet famës, ose do jetë ndërmjet paras, ose do jetë. Nëse pushteti, do pushtetin, ë? Është gjëja funit. Çfarë nuk do bëje për pushtetin ama? Cilat janë gjërat që nuk do t'i bëje për të marrë pushtet? Pra, cilat janë kufit? Gjërat më të rënda ato nuk do i bëja. Pra të gënjesh, të vjedhësh. Më të rënda thash. Këto s'quhen këto? Edhe këto të rënda janë patjetër. Po cilat janë të vrasësh? Të vrasësh po për pushtetin. Të vrasësh për pushtet jo. Po të gënjesh një gënjeshtër e bardha për gënjeshtër tani është gjë tjetër, vrasja është gjë tjetër. Po nëse një gënjeshtër çon në vrasje. Unë gënjeva, nuk vrava. E pra. Fakt a je gatshëm të Kjo ishte e nënta? Nënta, po, nënta. Hajde. Po. Ba. Do përfundoj prapë të u freskun duhet. Është pak djegse. Më beso. Mua nuk e di pse mua më djeg më shumë nënda. Po nuk është aq djegse sa E teta ishte me problematika nga të gjitha. Është vallaj. E teta është. E teta e shtata dhe e para. Teta e shtata dhe e para. Po e para në fakt është prezantimi, kështu që nëse nesër do humbiste Instagrami dhe TikToku. Po. Çfarë mbetet nga ty? Nga Erlini? Mbetet goxha. Më përpara kisha si frikë. Sot nuk e kam. Tani ti po më thua mua të zhduken si rrjetet sociale komplet, mos ketë askush akses te ato. Po. Po prapë unë do e kem. Çfarë kam ndërtuar për momentin shqyr Zotit, i do jenë. Pra sot ke ndërtuar diçka. Po. Frika atë 18 ishte që unë varesha nga rrjetet sociale. Sot nuk varem tërësisht nga ata. Na është nevoja jote për pushtet, famë dhe vëmendje një nevojë për t'i provuar diçka dikujt? E ke ndjerë ndonjëherë si tillë ose vetes? Patjetër. Pse e ke nevojshme t'i provosh diçka dikujt? Jo dikujt, po disa grupeve. Disa grupeve sepse nëse do qëndronte që ne si meshkuj në këtë shoqëri që jetojmë, nuk kemi për t'i provuar diçka të afërmve, shoqërisë. Njerëzve që na kanë dhe zili në fund të ditës. Njerëzve që ne i duam, ne do ishim turne tu ditë gjithë ditën. E kuptoj, ekziston një lloj fryme mendimi që thotë që këta që mundohen të bëjnë shumë gjëra e bëjnë për të provuar diçka ose vetes ose të tjerëve. Dhe konsideroj sigurisht një antivlerë të provosh diçka. Dhe më pëlqen këtë ndërshtrimi jot që thotë që pse mos i provoj diçka njerëz. Po tu fladit. Po pra se kisha menduar kështu. Se kujt do ja provonim atëre? Po mund të rrishim, çfarë problemi ka atë? Po ja tani do rrim. Po ti si do dish? Si do e dish ti ai javë të krijosh, të prodhosh, ndërtosh diçka duke ndenur. Ti duhet t'ia provosh vetes tatë e para. Nëse do të kishe 1 milion euro, çfarë do bëj? Investim. Ku do investon në një ide? Në prona paluajshme. Prona paluajshme, ha? Po. Në cilën zonë të Shqipërisë? Në Tiranë. Tiranë, ha? Tiranë sikur ka arrin një pikë që në Tiranë dhe 1+1. Vetëm 1+1. Me qera të gjitha. A me qera, ha? Po. 1+1. Raporti investim prone me dhënie me qera i vlerës është më i mirë te 1+1 se sa 2+1 dhe 3+1. Se jepet më shpejt, raporti i monetizimit është më i mirë, edhe bllokimi është më i pakët. Dhe sasia është më e madhe për 1 milion euro te 1+1 se sa 2 dhe 3+1. Të drejtë ke. E thon gjithë këtë gjë. E thon gjithë. E thon ata që merren, ekspertët. Po tani flasim troç. 1+1 në fresk. Ti e lë 350-400. Po. 2+1 ti e lë 500. Për 100.000 lekë më shumë, nuk ja vlen blokosh 30.000 euro më shumë. Po, e vërtet. Kemë menduar mirë. Po ja vlen si kthimi investimi? Prona aty është, nuk zhduket. Po pra. Kur dush e shet, kur dush e lë kolateral në bank garanci me marr kredi me investu në biznes. Ke dhe pronën, ke dhe kredin. Bravo, mirë ke dalë në konkluzion. Po ti me 1 milion euro ti kesh, blen 1 milion euro shtëpi, i lë 1 milion euro shtëpi te banka, merr edhe 1 milion euro hap bizneset. Problemi është 1 milion euro. Aty problemi është i madh ai. Problemi është. Po me një shtëpi se bën dot për shembull? Si se bën me një shtëpi?
Banka gjëja më e mirë që ty të merresh shtëpia, as toka jo. Vetëm shtëpia dhe Shtëpia lihet ambienti komercial, thot dyja. Tullat. Pasuri, ore. Tullat. Pasuri. Vetëm tullat ti merr. Edhe tokën e vlerëson shumë më pak se tullat. Ti më the që tani që studion mjekësi, ke ide që ta zgjerosh të shërbimin në një gjë më të specializuar e tjera me radhë, ato sigurisht do t'i shohim në të ardhmen dhe unë patjetër që të uroj suksese në gjën që bën. Tani bajte 21 vjeç. Sën e kalove, A7, A6, bizneset i bëre. Në martesë do bësh, do martohesh, do bësh, do trashëgohesh tani se ti ku mosha. Po trashëgimi patjetër është gjëja kryesore, meshkujt për këtë jetojnë. Njerëzit, edhe femrat edhe Po, patjetër, po, normal, diskutohet, po femrat jetojnë edhe për atë botën e çudirave që të shijojnë pak jetën, luksin, make-upin, çantat, Barbie World. Më mirë, dakor. Po edhe shiko, ti mbase e përshkruan mashkullin nga këndvështrimi jot, po edhe shumë meshkuj jetojnë botë çuditësh. Po, për të jetuar makinat. Këtë drejt është dhe këndvështrimi, patjetër, këtë drejt, po, e vërtet. Ka goca dhe si puna jote, që janë ambicioze, duan bëjnë gjëra shumë. E vërtet është, po gocat ambicioze sot nuk po shohim në punën e trashëgimisë, po shohim punën e pavarësisë. E vërtet është kjo. Po shohim pavarësinë. Po shohim trashëgimin. Po ka dhe, shiko. E kanë vënë pavarësinë para trashëgimisë. E kanë deri në një moshë, pastaj kur piqen, po, pastaj fillojnë mendojnë për trashëgimin. Po. Po që pyetja që më the ti mua, po, patjetër. E mendon, ë? Po, martesë. E mendon që tani më. Po, patjetër. Duhet me u menu sot për nesër, jo nesër për nesër. Po martesën akoma, ka ndonjë vajzë që ke në jetë? Nuk e thot dot. Do të thot që ka një, po se thot. Po, është me spec si muhabet. Si gjitha këto. Le boll spec kemi, mos e thuaj më atë muhabet. Janë gjërat nga dhuruara kur je 21 vjeç, nuk i dihet jetës ore. Jo. Edhe 30 kur ti jesh? Absolutisht, jam shumë dakord, po 21 jo. 30 mund të jesh i detyruar për shkak të presionit shoqëror, po themi. Unë do thosha më mirë bashkëtesë si fillim, pastaj martesë. Bashkëtesë gjatë. Mundësisht edhe me fëmijë. Nga çifti. Nga çifti që bashkëton. Të bëjnë dhe fëmijë, pastaj të martohen. Pastaj po. Ta shohin njëri me njëri tjetrin dhe pjesën e rritjes. Po bëre fëmijë e mbyllat muhabet, nuk e çmartohesh më. Apo jo, Klajdo? Ti martohesh më pastaj. Unë edhe ta thash dhe më përpara, po ti dija këto gjëra, do i kisha dhënë drejtim. Po mendohem. Ja ta them unë, le fëmin për në fund. Të fundit. Të fundit fare. Boj, martohu, edhe? Po, kalo të gjitha këto procedurat, që ose mendon se është në një etap, kaloj, çliroje lojën, çoje të dragoje ato Super Marion, dhe pastaj po do të bësh fëmijë, aty e ke mbyll, pastaj s'ka më llogari. Se te dragoj shkonti dhe me fëmijë dhe pas fëmijë. Ja. Shiko, po bëre fëmijën ka marru si loja ju. Nuk ka më çati çosh më, po të bësh martesë për qejf thua ti, të bëjmë dasëm. Po. Se, me thënë, frika me e madhe fëmija është ajo, të sjellësh në jetë një fëmijë që pastaj do t'i përgjigjesh çdo si çift. Po, shumë. Ajo është pra frika e ndarjes, pra, imagjino të ndahesh. Po janë punë me spec ta. Më shumë spec. Sot janë bërë sot. Po i vogël si je 21 vjeç. Diskutohet, po sot janë bërë me spec. Më përpara ka qenë më e lehtë. Për mendimin tim. Ka qenë. Edhe nuk e vrisin menjen shumë. Po ka pas dhe shumë martesa që kanë qenë shumë të palumtura. Po, patjetër. Po për hir të opinionit publik, detyroheshin ti. Çfarë do thot filanit tek lagja, pra kishe burra abuziv, që pinin, që rrinin gratë. Kishe gra që pa le qa bënin. Po. Po zakonisht ishte faj prej burrave, të jemi sinqert. Trajtoi keq gruaja dikur. Po. E vërtet është. Për zotin. E beson. E kam seriozisht. Ne, thash se mos e thosh kështu, mos ishe çimaskilist. Jo për zotin fare, jo veset. Veset e burrave kanë si ato gjëra. Dhun, njerë kishte shumë. Alkooli, rakia, bixhozi. Bravo. I kanë shkatruar familjet. Kto janë, po pranë po të them që veset janë gjëra më e keqe. Po s'patë veset e ecën para, sado i trash ti jesh. Po s'patë veset e ecën para. Dinë Barsalet? Barsaletën, me thënë drejtën, vetëm një shprehje kam, mos i besoni robëve që do i thon po të bëjnë der. Kjo është Barsalet, kjo është shprehje. Ka marrë me të bën der. Do të ndihmoj, vlla jot, rripa me rak. Ajo dihet në Shqipëri. Po unë gjithsesi do të ndihmoj te kjo salsa e radhës. Vjeta, finalja e madhe. Unë i çik tani se sot kemi vujt, me thënë drejtën. Se more ke vujt? Me këto? Këto dyja ti më e merr. Ishin, pa hajde mo, e shef çast të vret. Njërën këtu. Ta dha, ha? Këtu. E ndjeve pulsin.
Këtu më ngeci. Edhe unë ta mendosh që është emisioni 2 që bëj sot. Zjarri ishte këtu. Opa. Të erdhi, ta dha ana tjetër, hajde se u balancove tani. Prap sakto. Sakto nuk ka shans. Po. Shindër më të leta. Po. Do i dhe mua tani se më vajti keq. E lyve shumë. Më vrau. Njeri jam dhe unë, ore. Njeri jam. Dëgjohet lejt? Dëgjohet shumë të pjesh? Mikrofon? Dëgjohet dhe unë në kam. Mirë, dakord. Pra, sukses po. Gjërat i ketë qarta në kokë, paqen me veten e ke, ka në një gjë që të mundon? Në për momentin shqyr zotja. Mashallah. Edhe familja mirë është. Mirë jeni. Po. Familja është nga, për vendimin tim personal, familja është nga bërthanat më të mira se si formohet njeriu. Edhe unë kam shumë. Mamit. Mamit i njënë, Po. Edhe si karakter. Po. Është më iniciatore, është më... Më iniciatore, më ëmbël, më Pra jetë ti ëmbël. më balancume. I ëmbël edhe ti, ore, se... Po. Më balancuar, më ngrohtë. Pra jetë qik djalë nga mami, një herë- si çuna, se çuna duan mamin aty Po e nga ka. njëherë nxjerr anën e Dragojnë, atij tjetrit. A, të babit. Ai është më i ftohtë qik. Uf, Është i ftohtë ai. uf. Si Gjithsesi jeton me ata apo mos? Po, me familje. Ah, jeton me familje, nuk është familje, se motra të vëllezrit to. ke dhe mondra Po, vëllezër. 2 motra, 2 vëllezër. Jeni 5 fëmijë. 5.000. Ke më të vegjël. Po të gjithë, më i modhi. Ti je i madhi. Më i madhi, ishte i A ke vjeçar më i madhi. Në familjen tënde diskutohet. A ke ndikuar tek ata? Po, vllai, po. Te vllai, po, ka e sparë shumë. Ma ka lu dhe mu për moshën që kam, moshë ati. Se ç'a bën ai? Reklama shumë, ka 3 vite bën reklama. Po si quhet? Edhe vllai më ka ndihmu. Për një pjesë të palestrës, një pjesë të vogël, sa kishte mundësi. Ç'a thua? Po, Edhe vllai, po. Menaxhim financash. Ç'a mosh është vllai? 16. 16 vjeç. Po. Edhe ai prodhon kontent. Po, bën reklama me mua. Kur kemi pas bërë reklama, i merrte përqindjet e veta. Mund të vazhdonte edhe pak vetë me bizneset. I përqendin bizneset e. Edhe vllai tjetër është më i vogël akoma. Ai është 3 vjeç. Kam një diferencë me atë. 3 vjeç. Po. Në mes janë 2 motra. Janë 18 vjet diferencë. Po, po. 18 vite. Bravo. Po ne se familje e madhe, që e bukur. Po, po gjithsesi unë Je këtë ke do të them. si çuna të tani, ke si djalë. Po. Po që familja, do me thonë, nëse familja nuk ecën mirë, as fëmijët s'kan për të ecë mirë. Absolutisht, nëna dhe baba. Nëse fëmijët marrin një shembull të keq nga mbarvajtja e prindërve, vështirë se ecin edhe fëmijët. Nuk e di nëse ka diçka që do ta shtosh në këtë emision. Diçka që nuk e prekëm, diçka që duhet ta thoje. I prekëm të gjitha. Mendoj se prekëm disa Sa gjëra. kam fol me ty në këtë podcast, mund të kem fol total me 3-4 podcaste. Mrekulli, unë kam shjuar shumë biseda Edhe me unë ty. për zotin. Dukesh e para po ato që thash në fillim të komplimentoj edhe një herë. Po, rrof shumë Pra, faleminderit. ne mund mos bijem dakord për gjithçka, ose mund mos bijem dakord për mënyrën, ose dikush mund të ketë perceptime dhe shije të tjera, por kur vjen puna për t'i njohur meritat, për iniciativën, për dëshirën, për optimizmin, për disiplinën që ke, është për t'u njohur edhe të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Po të ishim të gjithë me të njëjtin mendim, me të gjithë njësoj, s'do ishte bota këtu ku është. Absolutisht. S'do ekzistonte fare, kuptoj, kishim marrë punë të gjithë njësoj. Absolutisht. E unë të uroj shumë suksese. Edhe ty shumë Besoj të faleminderit. të shoh shumë akoma më të arrirë, edhe në fund ditës njerëz që kanë ambicie dhe dëshirë në një Shqipëri që po ne largojnë fatkeqësisht një pjesë të mirë të atyre që kanë ambicie dhe dëshirë dhe ëndra, janë të mirëpritur dhe realisht një mekanizëm shumë i rëndësishëm mbi jetesës tonë mendore, identitare, intelektuale etj. me radhë. Gjithsesi, për mendimin tim, me Europa do miksohet. Ore, Europa mori fundeve. Jo vetëm Shqipëria, po gjithë Europa, si në Europë dhe Shqipëria do miksohet, do ketë emigrime nga gjithë krahat. Ore, në Naganik me qindra mira. Do ikin shqiptarë, do vinë rasa të tjera, nuk ke çfarë. Duhet ta pranosh realitetin. Duhet ta pranosh, duhet të jetosh me ta. Çfarë do bëjmë ne tani? Do bëjmë dhe në multietnik. Po. Do t'i harrojmë hallet, kështu që kemi me njëri tjetrin, jo nuk ke çfarë bësh tjetër. Çfarë të bëjmë ore, sipas do ta hedhim Go vallën. with the flow. Go with the flow. Shko me rrymën pra, shko me rrjedhën. Për shtatu. Për shtatu. Do për shtatemi dhe ne. Do fillojmë. Nuk do ha me lopën. Me këta që po na vinë klajdo, lop s'do hash. Jo, misht kuqe dhe puls do i ndalme. Jo, lop mosa.
Po viçin mund ta hash. Ka. Lopa nuk hash. Qartë, iku. Kështu Qartë. që do përshtatemi me të gjitha, edhe një herë shumë faleminderit nga Argjendari Donaldo është për ty. Shumë faleminderit Argjendari Donaldo. Të lutet Argjendaria, faleminderit sponsorave të mi, sallameve tona që na kanë ndjekur në të gjithë rrugtimin ton, pa ta absolutisht nuk mund të ishim këtu. Shije dhe përbërës mrekullueshëm. Rumbumbu, celular.al mos harroni të klikoni online, aty kanë dalë me ca oferta fantastike, vetëm klikoj, hapi për kuriozitet. Ta them edhe ty nëse do të ndrosh ndonjëherë telefon, e hapi direkt celular.al. Patjetër. Klajdo, shikoj se kemi ofertë. Kjo se do të bire 3% ulje ekstra. Vetëm thuaj emrin tim. 3% ekstra. Të ndahet në 10 këste. Faleminderit juve miq, deri në puntatën e radhës. Pse bëra si çani, pse bën një herë këtë? Deri në puntatën e radhës, kalofshi burr. Mos harroni follow, subscribe në kanalet tona.